pak dishim vëllezër se atë që Allahu Gjelleshanu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbë, ta largon, ta lajthit dhe devijon. Dhe atë që Allahu Gjelleshanu me të drejtën e tij, me urtësinë dhe butësinë e tij e humbë, nuk ka kush që udhëzon. Dhe fjalët më të mira, të bukura, të vërteta dhe të sinqerta janë ato të Allahut, fuqi plot të cilat janë në librin e tij famëlar Kur'anin. E udhëzimi më i mirë, rruga më e mirë është e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe veprat më të kota, të këqija, të gabuara dhe të sherrit janë risit. Çdo risi çon në humbje, e çdo humbje çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur, në këtë hutbë dhe në të ardhshmen, inshallah do të flasim për një çështje e madhe shumë, gjigante, që Allahu Gjelleshanuhu me këto ajetet e para të surës El Hujurat i ka edukuar, ja ka hek vërejtjen, i ka përmisuar cilën generatën, elitën më të mirë, më të përsosur, që mban mend ruzullit toksor, dihet pas të dërguarve dhe profetëve të Allahut që janë sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht, bismillahirrahmanirrahim, thot Allahu: Ja ejuhalladhina amanu, la tuqaddimu bejne jedej Allahi wa rasulih, wattaqullah, inna Allahe semiun alim. Vjen Allahu subhanahu wa ta'ala me një urdhër, me një ndales të madhe, urdhër dhe ndales, i përfshin të gjithë besimtarët, prej momentit kur ka zbrit kjo ajet dhe deri në ditën e gjykimit, edhe pse shkaku i zbritjes së këtij ajeti janë vetëm disa sahabin. Dhe ato do t'i cekim inshallah në fund të hutbës, atë tregim që e ka përcjell Imam Buhariu nga Abdullah ibn Zubairi radiallahu ta'ala anhuma. Thot Allahu: Ja ejuhalladhina amanu, la tuqaddimu bejne jedej Allahi wa rasuli. O ju besim drejt. Kur thot Allahu në Kur'an, o ju të cilët keni besuar, nuk e ka qëllimin çka mos ke besuar, por ato që besojnë drejt. Se sot gati gjithë bota beson diçka. 8 miliardë apo sa i ka ki ruzullit toksor njerëz, 90% atyre besojnë. Ama i besimi tyre, a është i drejt? Allahu këtu i drejtohet atyre që kanë besuar drejt. E me besu drejt do të thot besojsh ashtu si që ka urdhruar, ka porositur Allahu dhe ka mësu i dërguarit i Muhamedi a.s. apo profetët tjerë kur ka qenë periudha e tyre. E Allahu thot: Ja ejuhalladhina amanu, la tuqaddimu bejne jedej Allahi wa rasuli. O ju besim drejt, mos paraprini para Allahut dhe para të dërguarit të tij, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mos dilni para Allahut, mos dilni para të dërguarit të Allahut, mos folni para të Allahut dhe para të dërguarit të Allahut, mos flitni para fjales Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duhet me qëndru, me frenu, mos me nxitu në fejen e Allahut Gjelleshanuhu. Ja ejuhalladhina amanu, la tuqaddimu bejne jedej Allahi wa rasuli. Mos paraprini para Allahut, të thot fjales e Allahut dhe fjales e dërguarit të tij. Pastaj thot Allahu: Wattaqullah. Në fillim Allahu Gjelleshanuhu tërheq vërejqen, pastaj çka thot? Kini frikë Allahun. Kini frikë Allahun. Inna Allahe semiun alim. Se Allahu është gjithë dëgjues dhe është i gjithë ditur subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas i thot për këtë ajet, komentatori i Kuranit i këtij ummeti thot: La taqulu khilaf al-kitab. Mos e thoni atë të kundërtën që e ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an dhe Muhamedi alayhis salam në fjalët dhe traditën e tij profetike. Prandaj vëllezër, në këtë fe janë vetëm dy rrugë. Ose ajo që e ka thonë Allahu dhe i dërguari i tij, ose risit, gjërat e reja dhe bidatet. Allahu subhanahu wa ta'ala këto ajete tham ja i zbriti
në kohën më të mirë të njerëzimit. Ato kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato Allahu xhelleshanu i qërtojnë përgjithësi dhe tër ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse shkaku i këtij ajeteve ishin disa sahabi vetëm. Ibn Abbas i thot radiallahu ta'ala anhuma: "Men ahdatha ra'yan laysa fi kitabillah wa lam yamdi bihi sunnatun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yadri ala ma huwa minhu idha laqiya Allah azza wa jall." Ai thot Ibn Abbasi, kush thot një mendim të tij e sjell, mendim i ri, ide e re, ama kur flasim mendim, ide, bëhet fjalë për çështjet e adhurimit, ja për ndryshimin e jetës. Ai don me shku në haç me bicikletë, shkon. Ai qetri me kali shkon, nuk prish punë. Kjo nuk është kjo risi. Apo me aeroplan. Ai qetri ju ka përvesh vetës së tij, duke ecë një vit, 2 vit. Nuk ka kjo risi. Pse? Mjeti me çka shkon nuk ka lidhje me adhurimin, por adhurimi ka lidhje me Kur'anin dhe me sunetin e Muhamedit alayhis salam. E thot Ibn Abbasi, ai cili shpik një ide të tij, ku në për atë ide nuk ka argumente prej Allahut në Kur'an dhe në sunetin e Muhamedit alayhis salam, shiqoni vëllezër çka thot, nuk e di ki si do të atakon Allahun subhanahu wa ta'ala ditën e gjykimit. Allahu thot në Kur'an: "Fa in lam yastajibu lak fa'lamu annama yattabi'una ahwa'ahum." E ato nëse ti nuk të përgjigjen, o Muhammed, nëse nuk i përgjigjen urdhrave tua, nëse nuk i nënshtrohen rrugës tënde dhe sunetit tënd, innama yattabi'una ahwa'ahum, atëherë ato i ndjekin epshet, pasionet e tyre, dëshirat e tyre. Thot Allahu: "Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighayri hudan min Allah." E thot, a kanë në humbje më të madhe se sa ai person i cili e ndjek dëshirat e tia, e ndjek epshin e tij. Thot pasaj: "Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin." E Allahu popullin zullumqar nuk e udhëzon. Ibn Qayyim el-Jauziyja vëllezër e shpjegon këtë ajetin e parë që thot Allahu: "Mos paraprini para Allahut dhe të dërguarit të tij. Kini frikë Allahun, Allahu është gjithë dëgjues dhe është i gjithë ditur." Thot Ibn Qayyimi, do ta lexoj një tekst shumë të bukur, thot: "Wal qawlu al-jami'u fi ma'na al-aya", dhe fjala përmbledhse sa i përket ajetit, që është ajeti i parë në surën al-Hujurat: "La ta'jalu bil qawli wala bil fi'li hatta yaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mos nxitoni me veprën tuaj edhe me fjalën tuaj derisa të flas, derisa të urdhron i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ej, la taqulu hatta yaqul wala taf'alu hatta ya'mur. Mos thoni diçka derisa Muhamedi alayhis salam të flase, ai ta thot ato. Dhe mos veproni diçka derisa të urdhronë Muhamedi alayhis salam. Me fjalë tjera atë vepër ti çka e bën. A e ka bë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo nuk e ka bë? Atë fjalë që ti e thue, e ka thon Muhamedi alayhis salam apo nuk e thue, apo nuk e ka thon? Bëhet fjalë në aspektin fetar. Më në fund thot vëllezër: "Wa taqaddumu bayna yaday sunnatihi ba'da wafatihi." Dhe thot me dal para rrugës pejgamberit alayhis salam, mësimeve të pejgamberit alayhis salam, pasi që ka ndruar jetë ajo. Thot ket taqaddumi bayna yadayhi fi hayati. Kjo thot është një lloj sikur se me qenë gjallë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë kundërshton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ti tash pasi që ka ndruar jetë ajo, ai Muhamedi alayhis salam është një lloj sikur se me kundërshtu duke qenë gjallë ai sallallahu alaihi wasallam. Shqytoni vëllezër një ndodhi e bukur, apo tregon një sahabi, këtë ka nxjerr Imam Buhariu dhe Imam Muslimi sahihut e dirë nga një sahabi emrin al-Bara ibn Azib. Shqyqoni çka thot ki Bara ibn Azib, si i përshkruan shokët e Muhamedit alayhis salam dhe ki vetë sahabi, thot: "Kunna nusalli khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Ne faleshim gjithmonë pas pejgamberit alayhis salam, se ai imam. Fa idha qal, e kur Muhamedi alayhis salam thonte: "Sami Allahu liman hamida." Domethënë ka qenë ruku, është shu dhe ka thonë "Sami Allahu liman hamida", thot: "Lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jabhatahu ala al-ard." As njoni prej nesh nuk e lëvizte kokën derisa pejgamberi alayhis salam shkonte në sejdë. A shikoni si nuk i kanë te i kalu, nuk kanë dalë para Muhamedit alayhis salam,
edhe me veprën e tij. A dini vëllezër çka në numrin më të madh të xhamiave tona, gati nuk them gjithë xhamati, po numri më i madh bile ato që ka jonë safat e mrame përpiqen të shohin imamin, kokën e imamit, a da lëviza ai, që këto të ndjekin me njerë, shkojnë barabar me to. Bera ibn Azib thot, kur thonë të Muhamedi a.s. Semi Allahu limen hamide, pasi që është nga rëquj, as kush prej nes nuk e lëviz të kokën e ti, dhe më thonë nuk e ulte, deri sa pejgamberi a.s. e vëndon të balin e ti në sejdë. E ta është sot, vallahi shumë e te i kalon imamin, bire imamin e se bëndë një dua, edhe ka dua të gata dhe të mira që i ka zbatu Muhamedi a.s. Me sejdës dhe qiyamit, dhe kush bëhet edhe nervos, se qka është kjo. Pse ju ka mësu imami Semi Allahu limen hamide, Allahu ekber, dhe e ka mësu këtë ritëm, e ka mësu këtë tempo, dhe nuk dëshiron diçka të rej, prandaj e shikojnë imamin, a e lëvizi kokën apo nuk e lëvizi, edhe kur jep selam e shikojnë. Imami nëse lëvizi kokën, pastaj tha, Assalamu alaikum wa rahmatullah, këtive nuk ju intereson zoni imamit. Ju intereson a lëvizi kokën apo nuk e lëvizi, a dha selam, a nuk dha selam. Që që shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, deri sa e ka vëndu kokën Muhamedi alaihi salam në sejdë, këto nuk kanë lëviz as pak. Pse Allahu subhanahu wa taala çka i këshilloi më herët. Thot Allahu kur i përshkruan melekët, thot la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Melekët asnjë fjalë nuk e thon para Allahut subhanahu wa taala. Derisa ai që e pleje. Dhe veprojnë ashtu sikurse i urdhron Allahu subhanahu wa taala. Shqiptoni vëllezër, ka ndodhur një debat i madh mes disë sahabive të mëdhej. Edhe prej atyre që janë më të ditur. Ebu Hurajra, i cili është magazin i haditheve të pejgamberit alayhis salam, 5374 hadithe ai përcjellën Ebu Hurajra nga Muhamedi alayhis salam, dhe me cilën dhe me komentatorin e Kur'anit, mufesirin Habrul Umme, me Ibn Abbasin. Ebu Hurajra i tregon Ibn Abbasit një hadith që Muhamedi alayhis salam ka thonë, mishi të cilin e ka prek zjari, është pjek, por direkt ka pas kontakt me zjar, duhet me marr abdes. Ibn Abbas i filloi me pru shembull. E atëherë Ebu Hurajra u bë nervoz, thot: "Ya ibn akhi, idha haddathtuka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan, fala tadrib bihi al-amthal." O vllajem, nëse unë ti të tregoj një hadith prej Muhamedit alayhis salam, thom ka thonë pejgamberi alayhis salam, mos më sjellti mu shembull tjerë, mos më bjerë mu shembull tjerë. Nuk du fjalë tjera, unë thëmë ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka ndodhë dhe diçka shumë interesant, to e ka nxjerrë Imam Bukhariun sahihun e tij nga Imran ibn Husain. Imran ibn Husain, një sahabi, e tregonte një hadith në një mexhlis të vogël. Thot ka thonë, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, el haya'u la yati illa bi khair. Haja, turpi, morali, karakteri nuk mundet me pru diçka tjetër përveç se khair. Nuk mund ai që ka turp, a mund vinë shërë prej ati? Ai që ka karakter, që ka edukat, që ka moral, nuk vjen shërë prej ati. El haya'u la yati illa bi khair. Prej karakterit, prej sjelljes, prej turpit, nuk vjen asgjë, vetëm se khair. Ishte ati një prej tabiinëve, emrin Bushair ibn Ka'b. Ki Bushair edhe ki deshi me tregu diçka, tha: "Mektubun fil hikmeti inna min al haya'i waqaran." Thot hikmet të ato fjalet e urta, ose suhufit e Ibrahimit, ose të Musaut, ose të ato fjalet që ka i ka thonë Luqmani, thot inne min el haya'i waqaran, wa inne min el haya'i sakine. Tash edhe ki të regon diçka, thot, të ato fjalet që i ka thonë dikush prej të parve, Luqman Hakimi, ose ato suhufe që ka i kanë zbrit Ibrahimit a.s. ose Musait, ati thot është shkrut, se inne min el haya'i waqaran. Prej turpit thot ka dignitet, personalitet, pjekuri, edhe prej turpit thot nuk ka asgjë tjetër vetëm se qetësi. U nervozu Umran ibn Husaini dhe i tha: "Ya hadha, uhaddithuka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa tuhaddithuni an suhufatik." Unë tha, po të sjelli ti shembull hadithet e Muhamedit alayhis salam, e ti po më tregon mua ato fletushkat e tua. Ti po më tregon çka ka thonë Luqmani, çka ka thonë ai tjetri. A i shikon vëllezër shok të Muhamedit alayhis salam, kur ka ardhur fjala Muhamedit alayhis salam, nuk kanë leju më dikush tjetër me fol. Sot ti thua ka thonë pejgamberi alayhis salam, thot po, a di çka ka thonë Aristoteli?
Çka ka thonë Aristoteli? Çka ka thonë Sokratesi ti? A din çka ka thonë? Mora Resulullah i ka thonë, kush janë ato për është turp me afru emrin e atire me emrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Uhaddithuka wa yaqulu lak qala Rasulullah wa taqulu li fi sahifati kadha wa kadha. Unë thëm, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ti po më thu mu, ka thonë ki dhe ka thonë ai. Pastaj vëllezër, është diçka shumë interesant. Ajeti pse zbriti? A e dini kush janë ato disë sahabi që i qërtoj Allahu subhanahu wa ta'ala? E ka nxjerr Imam Bukhariu nga Abdullah ibn Zubair radiallahu ta'ala anhu, thot anna wafdan min bani Tamim aqbala ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Tregon një sahabi, djali i ri, thot erdhi një delegacion prej fisit Bani Tamim te Muhamedi alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salam e kishte pranë veti cilën? Sahabiun më të mirë, Ebu Bekrin dhe Omerin. E kur deshen atë më u kthi, Ebu Bekri i thot Muhamedit alayhis salam, emir alejhim Qaqa ibn Ma'bad ibn Zurare. O i dërguar e Allah, bo që tjetë krijetari atire ki, Qaqa ibn Ma'bad. Tash ato e kuptun islamin, duhet me pas një krijetar. Ebu Bekri i tha Muhamedit alayhis salam, ja Resulallah, kile tjetë krijetari atire. Omeri tha, bel Aqra ibn Habis. Omeri tha, jo. Tha, ja Resulallah, saktoja atire krijetar që këtë tjetërin, Aqra ibn Habis. Ebu Bekri u kthej Omeri, tha, wallahi, la turid illa khilafi. Ti nuk, jo që i kishe mendimin me thonë diçka, për ti donë vetëm mu me më kundërshtu. Omeri tha, la uridu khilafek, la uridu an ukhalifek, nuk du me të kundërshtu tibe, kjo mendimi jem. Fatamareja hatta rtafat aswatuhuma. Dhe kështu grindën me zveti, deri sa e hupën pak kontrolën, edhe ngritën zorin e tire. Para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E Allahu xheleshanu e zbriti këto ajete. Ja ejuhalladhina amanu, la tuqaddimu bejne yaday Allahi wa rasuli, wattaqullah, inna Allahe semiun alim. Ja ejuhalladhina amanu, la tërfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. O ju besim drejt, mos si paraprini Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. To sikush e dha mendimin e tyre, Muhamedi alayhis salam nuk foli. Dhe kjo s'ka ndodh, nuk ka ndodh kur që Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu ta'ala anhuma para pejgamberit alayhis salam me reagu kështu, por edhe ato njerëz gabun. Ki thot këto krijetar, ai thot këto krijetar, derisa ti tha flet kundra meje, ai tjetër thoya nuk flas, e çun zonin. E Allahu që qoftë vëllezër, e diti se Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu ta'ala anhuma e don Muhamedin alayhis salam më shumë ti, e respektojnë më shumë ti, dhe nuk deshi që direkt ti korite dhe ta bjere urdhrin, qortimin në formën dishe, se Allahu ka në Kur'an shumë herë, di persona ja u ka tërhek vëreqen, di persona i ka qortu, ka ardhë qortimin në formën dishe, në gjuhën arabe ka edhe di. Këtu Allahu xheleshanu e diti çka kanë ato të dinë në zemra, dhe prandaj e zbritin përgjithësi, o ju besimtar, mos dilni para fjalës Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos e çoni zonin ma lart se sa zoni Muhamedit alayhis salam. E si me që zonin sot ma lart se zoni pejgamberit alayhis salam. Ti ja tregon dikuj një hadith pejgamberit alayhis salam me butësi, me urtësi, me sjelljen më të mirë, ai të bërtet dhe thot pse ato gjishrit tona kanë qenë budall, pse ato qerat se kanë ditë e ti din këto. Një lloj është që si ka thoni Ibn Qayyimi, sikurse para Muhamedit alayhis salam me çu zonin lart. Për arsye se shenjtëria e Muhamedit alayhis salam pas vdekjes së tij është e njëjta, sikurse ka qenë gjallë shenjtëria e Muhamedit alayhis salam, edhe pas vdekjes së tij është e njëjta. Sikurse me çu zonin lart duke qenë gjallë Muhamedi alayhis salam, nëse me ironi, me zot lart e refuzon hadithin, sunnetin, traditën e Muhamedit alayhis salam, kjo tamam të llogaritet sikurse me vepru një vepër duke qenë gjallë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah.